Autoritetet italiane kanë ekstraduar biznesmenin Bujar Shega, i njohur ndryshe me emrin Marcel Shega. 52 vjeçari u kap në Milano pas kërkesës së prokurorisë së posaçme, pasi ka dyshimet e forta se ai është i përfshirë në bandën famkeqe të Suel Çelës në Elbasan. Masa ndaj tij u firmos në nëntor të vitit të kaluar nga gjykata posaçme në kuadër të operacionit për goditjen e grupit kriminal që drejtohej nga Çela dhe vëllai i tij. Biznesmeni nga Elbasani akuzohet për disa vepra penale, trafikimi i lëndëve narkotike dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në kuadër të organizatës. 52 vjeçari është administratori i dy kompanive Viola Green dhe Wonder Green, përmes të cilave dyshohet se pastronte paratë e disa grupeve përfshirë të organizatës së Suel Çelës dhe gjithashtu të një grupi tjetër me bazë në Dubai që ka investuar në Tiranë në pasuri të paluajtshme. Sipas dosjes së SPAK, Bujar Shega ishte financieri i grupit kriminal që përmes bizneseve të tij dhe pasurive të tjera të investuara shërbente si lavatriçe për pastrimin e parave të drogës dhe të botës së krimit. Referuar dosjes hetimore, Bujar Shega akuzohet se bashkë me persona të tjerë tentuan të trafikonin 930 kg kokain drejt vendeve të Bashkimit Evropian nga Ekuadori. Lënda narkotike u bllokua nga policia e Ekuadorit me 13 dhjetor të vitit 2020, ndërkohë po hetohet nëse Shega ka qenë i përfshirë në atentatet dhe vrasjet e realizuara nga Suel Çela dhe anëtarët e tjerë të grupit. Kujtojmë se Suel Çela u shpall në kërkim në maj të vitit 2022 në kuadër të operacionit Plumbi Art. Sipas dëshmisë e Nuridin Dumanit, Çela dyshohet se ka porositur atentatin e dështuar të 29 marsit të vitit 2022 ndaj Elton Kilës, vrasje që do ta kryente pikërisht bashkëpunëtori i drejtësisë Nuridin Dumani, i cili në këtë atentat mbeti veti plagosur. Gjithashtu pas zbërthimeve të aplikacioneve Sky ECC dhe Encrochat, u zbuluan komunikimet me Suel Çelës dhe shokëve të tij për atentatin me sniper ndaj Ardian Çapjas, ku ky i fundit mbeti plagosur. Jo vetëm kaq, por në dosje doli në pa dhe lidhjet që Suel Çela kishte me zyrtar të lartë të policisë në Elbasan dhe gjyqtaren Pajtime Fetau.